Për të treguar rëndësinë e këtyre ditëve, Allahu Azza wa Jall është betuar në Kur'an duke thënë wal fajri wa layalin ashr. Pasha agimin dhe pasha 10 nete. Në lidhje me komentimin e këtij ajeti, Ibn Kathiri Allahu e mëshiroft ka thënë se janë për qëllim 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. Një ditë për ditë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin duke diskutuar dhe përmendnin disa prej veprave të mira. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam i thot shokëve të tij: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë në të cilat puna, vepra e mirë është më e mirë tek Allahu Azza wa Jall se sa në këto 10 ditë, për në 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. E pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Wal jihadu fi sabilillah?" As lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall? I përgjigjet profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay." As lufta pra në rrugën e Allahut Azza wa Jall vetëm sa i cili që del në rrugën e Allahut me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet, pra vdes. Shpjegon Sheikhul Islam Ibn Taymiyah duke thënë që 10 ditët e para të Dhulhijhes janë më të mira se 10 ditët e fundit të Ramazanit. Kurse 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se 10 netët e para të Dhulhijhes, sepse në ato net qëndet nata e 4. Kurse cili është shkaku që këto ditë dallojnë prej ditëve të tjera? Pse adhurimet në këto ditë janë më të veçanta se sa në ditët e tjera? Ibn Hajeri Allahu mëshiroft thotë që ajo që kuptohet se shkaku i dallimit të këtyre 10 ditëve është bashkimi i adhurimeve të mëdha. Është bashkimi i adhurimeve të mëdha siç janë namazi, agjërimi, lëmosha dhe haxhi, të cilat nuk bashkohen në kohë të tjera. A është pjesë e natyrës njerëzore që njeri me e ditë se nesër ka me dhënë llogari para një mbretit, ose ka mu ndëshku ashpër, ose ka mu shpërbly me shpërbime të mëdha, e ndërkohë flan i shkujdesun edhe nuk vepron asgjë. Bashkimi i këtyre dy lloj qëndrimeve, pra besimit në ditën e gjykimit, besimit në jetën e përtejme, dhe mos përgatitjes për atë ditë është një prej gjërave më të çuditshme. Shkaku i parë është dija fetare e dobët dhe bindja e mangët ndaj Allahut Azza wa Jall. Mandej shtonë thot mos kujtimi i dijes fetare dhe mos prania e saj në zemrën e muslimanit në pjesën më të madhe të kohës, për shkak se është zanë me gjanat e tjera. Është zanë me gjanat e dynjas, është zanë duke e shtu pasuninë e tij, fëmijët e tij, pozitën e tij për me arrit mesin e njerëzve, edhe ja vëmlu sy dynjaja edhe harron se ka me taku Allahun Azza wa Jall. Harron se një ditë ka mu u dënu ose ka mu u shpërbly tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu është mbizotrimi i pasionit dhe sundimi i epsheve që ka njeriu, dërë me realizu ato epshe, ato dëshira që i ka në brendin e tij. Tundimi i shpirtit dhe mashtrimi prej shejtanit. Po ashtu është mendimi se ahireti, bota tjetër është lënë, ka kohë. Mendimi që ka kohë përderisa të shkojë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Rania në një përgjumje edhe dashnia e tepërt e kësaj jete. Azhyt është bërë rob i kësaj dynjaje. Po ashtu është kapja mas interpretimeve lehtësuese në fe, edhe është mësuar me u rikthy në gjunahet e shejtanit. E kur bëhen bashkë këta shkaqe, kur bashkohen këta sebeve, atëherë imanin e muslimanit nuk mundet me majt askush tjetër përveç asaj që mban syjet edhe tokën për mos mosha. Dhe kjo përfundon derisa imani i muslimanit bëhet sa i grimës, siç ka ardhur në disa transmetime të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër format e ligjërume të tekbirit i cili bëhet me këto ditë është fjala Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd.
Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë përveç tij. Allahu është më i madhi dhe atij të kanë falënderimi. Muslimani duhet të rinjallë këtë sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë rinjallë sahabët e shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Siç transmetohet se Ibn Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dilin treg, boshin tekbir dhe njerëzit boshin tekbir mas tyne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë në të cilën Allahu të lirojë më shumë njerëz nga zjarri se sa në ditën e Arafatit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, khairu duai yawma Arafa. Lutja më e mirë, duaja më e mirë është në ditën e Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, edhe fjala më e mirë që kam thënë unë edhe pejgambert para meje është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë vetëm se Allahu azza wa jall i vetëm e i pashok. Atij të vjen sundimi dhe falënderimi dhe ai ka fuqi mbi çdo gjë. Allahu azza wa jall ja ka ligjëruar muslimanëve që nuk janë Arafat atë ditë me e agjeru këtë ditë, sepse siç na tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam, agjërimi asaj dite shlyen gjinohet e dy viteve, e vitit që ka kalu dhe vitit vijus, pra vitit të ardhshëm. Po ashtu muslimani duhet që këto ditë të begata me i shfrytzu për pendim, të kthim të sinqert për te Allahu azza wa jall, për të rikuperu atë që muslimani i ka kalu. Edhe pse pendimi edhe kthimi te Allahu azza wa jall ka vlerë të madhe kurdo, edhe dera e tij është e hapur kurdo. Kurse në këto ditë pendimi ka shumë më tepër vlerë se sa në ditët e tjera. Edhe po ashtu gjinohet, njeriu normalisht largohet prej gjinoheve edhe në periudhën tjetër të vitit. Kurse gjinohet në këto ditë kanë peshë tjetër, nuk kanë peshën që ka në ditët normale. Siç është pyetja e Sheikhul Ibn Taymija, kur i kanë thënë që a shtohet pesha e gjinoheve apo jo, ai ka thënë po, gjinohet që bëhen në ditët dhe në vendet e mira janë më të rënda dhe ndëshkimi i tyre bëhet në raport me mirësinë e vendit dhe të kohës. Çfarë duhet të bëjë muslimani në këtë ditë? Si duhet mos ja? E para duhet me pastru edhe me përmirësuar besimin që ka, me e rregullu besimin që ka nga gjanat që e hedhin poshtë atë besim, si që janë shirku edhe gjanat e tjera që lidhen me të, apo gjanat që e mangësojnë këtë lloj besimit, si që janë gjinohet që njeriu muhet për anë to. Po ashtu është pendimi sinqert. Ju kthy Allahu azza wa jall me një pendim të sinqert për gjinoheve që njeriu bën, sepse normalisht nuk ka njeri që nuk bën në gjinohe, kurse gabimtari më i mirë si sot profeti sallallahu alaihi wasallam është ai i cili kthehet Allahut azza wa jall me pendim. Po ashtu angazhimi në adhurime, si që janë leximi i Kur'anit, namazet nafile, namazet vullnetare, që namazet e detyrueshme, sepse namazet e detyrueshme muslimani nuk i diskuton. Kurse flasim për shtimin e namazeve nafile, agjërimi vullnetar dhe po ashtu përmendjen e Allahut azza wa jall. Atij që Allahu azza wa jall ia ban rrezik me e kry haxhin, është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Po ashtu me dhanë lëmosh bamirësi për vetin e vet, edhe po ashtu edhe për prind të cilët moshta nuk jetojnë më. Agjërimi i ditës së Arafatit, i cili është në ditën e 9 të 19 ditëve në ditën e Ajta. Po ashtu me bë tekbire sa më shumë që të jetë e mundën, tekbire qofshin ato tekbire të kushtëzuara apo të pa kushtëzuara. Po ashtu për adhurimet të veçanta në këtë ditë është edhe kurbani. Muslimani i cili ka mundësi me bë kurban, bën kurban për hir të Allahut azza wa jall. Dhe është e mira që ai person i cili ka për të bërë kurban, kur hidh këtë 10 ditë nuk i prek qimet edhe e trupit, edhe thojt nuk i prek gjatë këtyne 10 ditëve. Xhamatin e Rom, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dallu disa kohë për disa kohëve të tjera, disa njerëz për disa njerëz të tjerë, disa vende për disa vendeve të tjera. E në këtë kontekst Allahu subhanahu wa ta'ala
i ka dallu 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes, muaj prej muajve të shenjtë, prej ditëve të tjera të vitit. Ditët e cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka cilësu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka cilësu si ditët më të mira. Në radhë të parë falenderojmë Allahun azza wa jall që na ka bërë të mujtën që me i përjetu këto ditë, lutim Allahun azza wa jall që me i mbush të ditë me vepra të mira dhe me ju largu caqeve të Allahut azza wa jall në këto ditë të begata. Për të treguar rëndësinë e këtyre ditëve, Allahu azza wa jall është shpjeguar në Kur'an duke thënë wal fajri wa layalin 'ashr. Pasha agimin dhe pasha 10 netët. Në lidhje me komentimin të këtij ajeti, Ibn Kathiri Allahu e mëshiroft ka thënë se janë për qëllim 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. E këtë ka thënë Ibn Abbasi, Ibn Suberi, Mujahidi dhe të tjerë, përveç brezave të parë dhe të mëvonshëm, siç thot Ibn Kathiri. Po ashtu Imam Nawawi Allahu e mëshiroft ka thënë dije se është e pëlqyeshme që në këto 10 ditë të shtohet përmendja e Allahut më shumë se në ditët e tjera, ndërsa në ditën e Arafatit, pra ditë e cila është në mesin e këtyre ditëve, dita e 9, pëlqehet që përmendja e Allahut të jetë më e shpeshtë se në ditët e tjera të këtij 10 ditë. Këto 10 ditë po nis me ditën e mërkure dhe përfundojnë me ditën e Bajramit, ndërsa dita e Arafatit i vjen me kanë inshallah në ditën e Ajit. Muslimani duhet me pas frikë Allahun azza wa jall dhe me respektu urdhrin e tij. Na duhet me ditë që jena në disa ditë ku përmendet Allahu azza wa jall, nderohen shenjat e fesë së tij. Haxhiler shkojnë dhe vizitojnë shtëpinë e Allahut subhanahu wa ta'ala për të kërkuar kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Shumë prej nesh shpesh e harxojmë kohën kot. Edhe pse ai që neglizhon sot normalisht ka më pendu nesër. Kurse në këto ditë na kena një shans për të rikuperu atë që kena lënë mangut përpara. E Allahu azza wa jall ka urdhëruar të thënë në Kur'an fastabiqul khairat. Garoni mes njëri tjetrit në vepra të mira. Sidomos në këtë 10 ditësh të begatë të muajit të Dhulhijhes. Një ditë për ditë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin duke diskutuar dhe përmendnin disa prej veprave të mira. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam i thot shokëve të tij: "Ma min ayamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nuk ka ditë në të cilat puna, vepra e mirë është më e mirë tek Allahu azza wa jall se sa në këto 10 ditë, për në 10 ditët e para të muajit të Dhulhijhes. E pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Wal jihadu fi sabilillah?" As lufta në rrugën e Allahut azza wa jall. I përgjigjet profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay." As lufta pra në rrugën e Allahut azza wa jall vetëm sa i cili që del në rrugën e Allahut me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet, pra vdes. Ibn Rajebi, Allah më shirof, ka thënë: ai i cili nuk mundet me e bë haxhin, mund të bëjë në shtëpinë e tij gjatë 10 ditësh punë të mira, që mund të jenë më e mirë se lufta e cila është më e mirë se haxhi. Ndërsa Ibn Taymija, Allah më shirof, ka thënë që angazhimi plot në adhurime gjatë 10 ditësh, natën dhe ditën, është më i mirë se lufta nga e cila ai kthehet i gjallë. Bile dietarët kanë diskutuar se a janë më të mira këto 10 ditë apo 10 ditët e fundit të Ramazanit. Shpjegon Sheikhul Islam Ibn Taymija duke thënë që 10 ditët e para të Dhulhijhes janë më të mira se 10 ditët e fundit të Ramazanit. Kurse 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se 10 netët e para të Dhulhijhes, sepse në ato net gjendet nata e 4. Kurse Ibn Qayyim ka thënë që ajo që është më mirë në këto 10 ditë është me u angazhu në adhurime, sidomos me bëmjen e tekbirit,
në babin e tehlilit për fjalës la ilaha illallah, tahmidit fjalës alhamdulillah, e adhurimin e këtë ditë është më i mirë se sa lufta që nuk është e detyrueshme. Por secili është kapi që këto ditë dallojnë prej ditëve të tjera. Pse adhurimet në këto ditë janë më të veçanta se sa në ditët e tjera. Ibn Hajeri Allahu mëshiroft thotë që ajo që kuptohet se shkaku i dallimit të këtyre 10 ditëve është bashkimi i adhurimeve të Allahut. Është bashkimi i adhurimeve të Allahut siç janë namazi, agjërimi, lëmosha dhe haxhi, të cilat nuk bashkohen në kohë të tjera. Muslimani duhet të unalë me pyet veten e vet. Çka ka përgatit për botën tjetër në këto ditë të mira? Me çaj ka veçu këto ditë? A i ka bë këto ditë të një llojta siç janë ditët e tjera të vitit, apo i ka veçu me disa lloj adhurimesh të veçanta në mënyrë me kënaqë Allahun Azza wa Jall? A ka agjëru apo ka panjet me agjëru një pjesë të këtyre ditëve apo të gjitha? A ka dhënë lëmosh, bamirësi? A i ka ndaj afër të afërve? A ka shfaq bindje dhe respekt ndaj prindërve të tij? A ka shtu përmendjen e Allahut Azza wa Jall? Librin e Allahut Azza wa Jall a e ka lexu apo e ka lënë me xhan pluhun? A ja është drejtu Allahut Azza wa Jall me lutje apo e ka harruar? Si mund të bashku besimi prerëzi i muslimanit pa dyshim për ekzistencën e një jete tjetër, po xhenet dhe xhenem, e mandaj njeriu mos me vepru? A është pjesë e natyrës njerëzore që njeri me e ditë se nesër ka me dhënë llogari para një mbretit, ose ka mund të shku ashpër, ose ka mu shpërby me shpërbimet e mëdha, e ndërkohë flan i shkujdesun edhe nuk vepron asgjë. Një prej dietarëve ka thënë që pasha Allahun, kjo është një pyetje e saktë që vlen për shumicën e njerëzve. Bashkimi këtyre dy lloj qëndrimeve, pra besimit në ditën e gjykimit, besimit në jetën e përtejme, dhe mos përgatitjes për atë ditë, është një prej gjërave më të çuditshme. Mandej ka cek disa shkaqe sepse ndodh kjo dukuri. Ka cek disa shkaqe të cilat fjala thotë shkaku i parë është dija fetare e dobët dhe bindja e mangët ndaj Allahut Azza wa Jall. Mandej shtonë thotë mos kujtimi i dijes fetare dhe mos prania e saj në zemrën e muslimanit në pjesën më të madhe të kohës, për shkak se është zanë me gjëra të tjera, është zanë me gjëra të dynjas, është zanë duke e shtu pasuninë e tij, fëmijët e tij, pozitën e tij për me arrit mesin e njerëzve, edhe jo vëmlu sy dynjaja edhe harron se ka me taku Allahun Azza wa Jall. Harron se një ditë ka mu u dënu ose ka mu u shpërbly tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu është mbizotrimi i pasionit dhe sundimi i epsheve që ka njeriu, dër me realizu ato epshe, ato dëshira që i ka në brendin e tij. Tundimi i shpirtit dhe mashtrimi prej shejtanit. Po ashtu është mendimi se ahireti, bota tjetër është lëng, ka kohë. Mendimi që ka kohë për derisa të shkoj tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Rania në një përgjumje edhe dashnia e tepërt e kësaj jete. Është bërë rob i kësaj dynjaje. Po ashtu është kapja mos interpretimeve lehtësuese në fe, edhe është mësu me u rikthy në gjunahet e shejtanit. E kur bëhen bashkë tanta shkaqe, kur bashkohen tanta sebeve, atëherë imanin e muslimanit nuk mundet me majt askush tjetër përveç ai që mban si jetë edhe tokën për mos më shef. Dhe kjo përfundon derisa imani muslimanit bëhet sa i grimës, siç ka ardhur në disa transmetime të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai musliman duhet me ditë që duke qenë në këto ditë të mëdha, ditë të veçanta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën nxit për me shtu veprat e mira dhe me përmend Allahun Azza wa Jall sa më shumë në këtë ditë. Duke thënë, nuk ka ditë më të madhe tek Allahu në të cilat punët e mira janë më të dashtuna për të se sa këto 10 ditë. Prandaj shtojeni gjatë tyne të helilin fjalën la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu,
tekbirin fjalën Allahu Akbar, tahmidin fjalën Elhamdulillah. Një ndër format e ligjërume të tekbirit i cili bëhet në këto ditë është fjala Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë përveç tij. Allahu është më i madhi dhe atij takon falënderimi. Muslimani duhet të ringjallë të sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç i ka ringjallë sahabët e shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Siç transmetohet se Ibn Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dilnin treg, boshin tekbir dhe njerëzit boshin tekbir mas tyne. Llojet e tekbirit janë dy llojesh. Është tekbiri i cili është i pakushtëzuar, i cili fillon me fillimin e këtyre 10 ditë dhe bëhet kudo, bëhet në shtëpi, bëhet në treg, bëhet në xhami, bëhet kudo. Në çfarëdo lloj kohe. Kurse tekbiri i kushtëzuar, ai që bëhet mas namazit dhe farze, fillon si mas menimi më të saktë dietarëve, fillon me agimin e ditës së Arafatit. Dhe vazhdon deri në ditën e fundit të Tashrikut, deri në ditën e fundit të Bajramit. E kjo bëhet mas namazeve farze. Ibn Kathiri ka thënë që kjo është mendimi më i njohur edhe më i saktë dhe sipas të cilit veprohet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala një prej këtyre 10 ditëve e ka bërë të veçantë. Aja është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është për një ditë të mëdha dhe të shënuar që Allahu Azza wa Jall në këtë ditë e ka plotësuar këtë fe, duke shpallur fjalën e tij al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot përsosa fen tuaj, e plotësova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha për ju Islamin fe. E në këtë ditë, Allahu Azza wa Jall shton lirimet nga zjarri i xhehenamit edhe faljet për muslimanët. Transmetohet se nana besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë në të cilën Allahu të lirojë më shumë njerëz nga zjarri se sa në ditën e Arafatit. E në të vërtetë ai ka për t'ju afruar me lajkeve dhe ka me ju krenu atyne me këto njerëz, pra që e lusin Allahun Azza wa Jall mladhen për ta lut Allahun Azza wa Jall për ta përmendur atë dhe ka thënë ma arada haula, çfarë deshin ata. Në lidhje me këtë hadith Ibn Abdul Barri thot, hadithi tregon se Allahu i kishte fal ata, sepse Allahu Azza wa Jall nuk krenohet me gjuna të qartë, vetëm se mas pendimit të tyre dhe mas i tiket fal ata. Një prej cilësive të ditës së Arafatit është se duaja në këtë ditë ka më tepër vlerë se sa në ditët e tjera. Është më e pranuar. Ka më shumë gjasa, më shumë sebeb më pranu duaja e muslimanit në këtë ditë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'i yawm Arafa. Lutja më e mirë, duaja më e mirë është në ditën e Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Edhe fjala më e mirë që kam thënë unë edhe pejgambert para meje është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhurum tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall i vetëm e i pashok. Atij takon sundimi dhe falënderimi dhe ai ka fuqi mbi çdo gjë. Duke komentuar këtë hadith Ibn Abdul Barri thot për këtë hadithi, nxjerrim se duaja në ditën e Arafat është më e mirë se në ditët e tjera dhe kjo tregon vlerën e ditës së Arafatit mbi ditët e tjera, e po ashtu tregon se duaja në ditën e Arafatit plotësohet në shumicën e rasteve. Dhe kjo mirësia ditës së Arafatit nuk është e veçantë vetëm për haxhilerët, për ato që qëndrojnë në sheshin e Arafatit në ditën e Arafatit, përse është e përgjithshme, është për ata dhe për të tjerë. Bile në këtë kontekst ka ardhur diçka e veçantë, një adhurim që ato që janë në ditën e Arafatit atje nuk e bëjnë. Është agjërimi i kësaj dite. Allahu Azza wa Jall ja ka ligjëruar muslimanëve që nuk janë në Arafat atë ditë
me e agjeru këtë ditë, sepse siç na tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam, agjërimi asaj dite shlyen gjinohet e 2 viteve, e vitit që ka kalu dhe vitit vijus, pra vitit të ardhshëm. Në qoftë se bashku me agjërimin e muslimanit në këtë ditë që i bjen me kënd ditën e ajta, inshallah, atëherë lutsi, në qoftë se është agjërues, edhe lut Allahun azza wa jall muslimani, është më afër që më pranu duaja që i ban Allahut azza wa jall në atë ditë. Prandaj muslimani duhet më kujdes që në atë ditë në lut Allahut azza wa jall duke u bashkuar haxhilerëve në lutjet e tyre, në mënyrë që Allahu me i fal dhe me ja pranu ato lutje. Po ashtu muslimani duhet që këtë ditë të begohet, me i shfrytzu për pendim në të kthim të sinqert për të Allahu azza wa jall, për të rikuperu atë që muslimani i ka kalu. Edhe pse pendimi dhe kthimi te Allahu azza wa jall ka vlerë të madhe kurdo, edhe dera e tij është e hapur kurdo. Kurse në këtë ditë pendimi ka shumë më tepër vlerë se sa në ditët e tjera. Edhe po ashtu gjinohet, njeriu normalisht largohet prej gjinoheve edhe në periudhën tjetër të vitit. Por se gjinohet në këto ditë ka një peshë tjetër, nuk ka në peshën që ka në ditët normale. Siç është pyetja e Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur i kanë thënë që ashtohet pesha e gjinoheve apo jo, ai ka thënë po, gjinohet që bëhen në ditët dhe në vendet e mira janë më të rënda dhe ndëshkimi i tyre bëhet në raport me mirësinë e vendit dhe të kohës. Kjo për sa i përket vlerës së këtyre ditëve, kurse ç'a duhet të bëjë muslimani në këtë ditë? Si duhet mos ja? E para duhet me pastru edhe me përmirësu atë besimin që ka, me e rregullu besimin që ka nga gjanat që e hedhin poshtë atë besim, siç janë shirku edhe gjanat e tjera që lidhen me të, apo gjanat që e mangësojnë këtë lloj besimit, siç janë gjinohet që njeriu mund të pranë ato. Po ashtu është pendimi i sinqert. Ju kthy Allahut azza wa jall me një pendim të sinqert për gjinoheve që njeriu bën, sepse normalisht nuk ka njeri që nuk bën në gjinohe, kurse gabimtari më i mirë si sot profeti sallallahu alaihi wasallam është ai i cili kthehet Allahut azza wa jall me pendim. Po ashtu angazhimi në adhurime, siç janë leximi i Kur'anit, namazet nafile, namazet vullnetare, namazet e detyrueshme, sepse namazet e detyrueshme muslimani nuk i diskuton, kurse flasim për shtimin e namazeve nafile, agjërimi vullnetar dhe po ashtu përmendjen e Allahut azza wa jall. Ati që Allahu azza wa jall i ban rrezik me e kry haxhin, është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Po ashtu me dhënë lëmosh bamirësi për veten e vet, edhe po ashtu edhe për prind të cilët ndoshta nuk jetojnë më. Agjërimi i ditës së Arafatit, i cili është në ditën e 9 të 19 ditëve, i bën në ditën e Ajta. Po ashtu me bë tekbire sa më shumë që të jetë e mundur, tekbiret qofshin ato tekbire të kushtëzuara apo të pa kushtëzuara. Po ashtu për adhurime të veçanta në këtë ditë është edhe kurbani. Muslimani i cili ka mundësi me bë kurban, bën kurban për hir të Allahut azza wa jall. Dhe është e mira që ai person i cili ka për të bërë kurban, kur hinë këtë 10 ditë që nuk i prek qimet edhe e trupit, edhe thajt nuk i prek gjatë këtyne 10 ditëve. Kjo është për sa i përket atyre veprave që muslimani mund të bëjë në këto 10 ditë të begata. Lutim Allahun azza wa jall që më na bëj për atyre që i shfrytëzojnë këtë ditë, i bojnë këtë ditë që me kanë argument për ta dhënë kundër atyre, na fal me mëshirën e tij dhe na bën prej banorëve të xhenetit.